Zoti Shej tha që janë 200.000 votat që nuk do shkojnë tek forcat e reja. Në qoftë se këto janë vota kundër Ramës. A janë këto vota që mund të shkojnë tek koalicioni i madh në qoftë se do ishit ju në një koalicion të madh opozitar? Apo edhe në qoftë se ju do të ishit në një koalicion të madh opozitar, këto nuk do të vinin te koalicioni i madh opozitar? Këto 200.000 vota ke koalicioni i madh opozitar nuk vinë. Edhe sikur të ishit. Iku kjo punë. Do me thënë ato është ti djegësh me dorë. Që o hajde me mu, që i thohat o i mos voto fare. O mangi la minestra, buti dhe la finestra. Këto njerëz nuk vinë me këtë grupë. Dhe vetëmja mënyrë për t'i marë është kjo. Edhe kohë e tregoj. Edhe ke zgjedhjet e fundit, dhe ke zgjedhjet administrative që i qenë. A i bëm të në Tiranë zgjedhjet e administrative. Qëfar ndodhi që nuk u bashkuat me Shehajn dhe me Bashën? Pra kjo është përgja. Qëfar qëlloj që mos bashkuat? Ja, që të mos mermi me punë, thështë të thejmë. Pjus pak më vonë këtu. Ne me Bashën, e kam këtë. E jemi lodhë, me thonë. Jo, e kam pak më vonë, zoti që e kam pak më vonë këtu. Me ky Shehaj... E kam më të detajuar për këta. Po, me hitë. Kjo është një ndarje dhe një egrësie madhe e këtyre forcave të reja për njëri tjetrin dhe shumë e abicme. Vazhdo në... Jo, vazhdo Abilekaj, po... Te kjo pjesë ku nisë. Grupi i forcave ish PD, ose ish koalicion i djathtë, po themi, që ose do i quajmë kështu, që nuk besoj se mund të quajmë, po ish PD, po themi, që ku hyn kjo e djathta për zhvillim dhe ajo Bashës Euro... Koalicion, parti me emrin koalicion. Koalicion Euro-Atlantik. Dhe Gron Shehaj, që janë praktikisht, janë bijat e PD-s, po themi. Por me ide që i ndajnë edhe këto partit e reja si Nisma dhe kjo, dhe Shqipëria bëhet. Qartë. Pra, në qoftë se këta kanë ide, se nuk mund të quhet politikan i ri më shumë, nuk ka asnjë arsye se quhet politikan më i ri sa Shehaj, Lapaj ose ai Shabani, sepse në fund fare idet i kanë njësoj. Kjo është çështje idesh, edhe Shehaj 4 vjet deputet, 8 vjet ka deputet. Pra, do të them që mund të krijoj premisat për të krijuar një koalicion të madh me bindje të njëjta, madje edhe me ideologji të njëjtë, ishin që të krijojë koalicion i madh, që këto 200.000 votat në fakt përveç Arlin Qorit, ndaheshin në një pjesë tek koalicioni këtej, dhe Arlin Qori që është një forcë me bindje të djathta, me ideologji të djathtë, të majtë, më fal. Të rinde vetëm, sepse është nga partitë e reja i është vetëm. Po, s'mund të themi për Gron Shehajin, i cili u shkëput nga Partia Demokratike. Po, u shkëput, jo, s'u flas për të bashkëpunim të dëm, po flas për të krijuar ta të shkëputur, ta me ide që janë pro drejtësisë re. Thelbi kësaj që kanë bërë kanë dashur Partinë Demokratike. Janë të djathtë, i bashkon që janë përgjithësi qendrë të djathtë. S'ka dyshim. I bashkon që janë pro drejtësisë re. I bashkon që nuk e duan Sali Berishën më. Nuk duan Saliun pra. Pra, këto 3 pika të rëndësishme që janë të rëndësishme, s'duan as Edi Rama, kuptohet. Këto 3-4 pika. Kjo fillon një histori. Mund i bashkonin dhe për të krijuar një koalicion pak më të fortë. Po s'jam rritë, më, kush nuk e don. Ta tentuat ju ta bëni një koalicion të tillë. Pra, po cila pra, se nëse ju bashkojnë këto pika, cilit është arsyet që nuk mbetët bashkë? Arsyet shqiptare. Ç'se më shumë? Ja po të them atë. Dikush do të jetë i parë në listë. Për shembull, këto 2 zotërit kanë zgjedhur me listë mbyllur. Ndërsa ne motivi kryesor ishte lista e hapur. Tash si do i kthemi listën të mbyllur ne? Vetëm se do i grup, ne bëm çështje principi listën e hapur. Jo thjesht për interes. Domethënë unë jam 60 e sa vjeç, kam ne 6-7 herë në parlament, edhe hy të shi një lloj me atë ku e diun, zëvendësin tim atje. Hyn garë. Që ajo është 30 vjeç, unë jam baba atit. Hyn garë, sepse mendoj që ky është principi. Do bëjmë garë, do i afrohemi qytetarëve. Dhe ky është ky sistem vlerash është garë. Kjo është sistemi vlera. Po pra ky sistemi demokracisë liberale është garë. Po pse do të listën e mbyllur, ti e do të thotë se unë kam siguruar një grup votash për veten time. Edhe gjejem pasaj se bebet kota jo na puq ky. Ore këtu ka shqiptarë, si gjithë shqiptarët thotë, a di pse të vim me ty dash pse? Po sepse ti je me ata. Po ç'o jo ka bë kjo? Kotër që do bëjmë krushin atë, ju mendoni që jam martuar, ma liben. Kjo është një aleancë politike. Jo po ai ka qenë i këtit, jo po ky.
Ore, dhe me thënë, një se bebe të Edhe këtu hym te logjika, jo po s'dum Berishën, jo, logjikën pastaj. Po sigurisht tani kjo ka ikur. Nuk e shbejmë dot. Kjo nuk qajmë dot kur edhe po t'i mbushë mendja dashit dhe të tjerëve, nuk ka mundësi ligjore ta bëjmë. Kjo punë ka presh. Për të kuptuar njerëzit. Po, ka ndodhur. Tani kalojmë në një set pyetjes të tjera. Tani unë pyesë Dashejn, njëri që për ekspert politikanë gjithë jetën e vetë, 35 vjetë i thotë haruam gjërat e tjera, u morëm me politikë dhe këtë dim të bëjnë tani. Si e ka qeverisu me penalata të thjeshta fare, si çdo tjetër thuash njerëzve të tij, si e ka qeverisu Edi Rama Shqipërinë në këto 12 vite, edhe shkurt edhe qartë. Njëherë, si thush, Edi Rama nuk e ka qeverisë Shqipërinë. Edi Rama e ka sunduar Shqipërinë. Sunduar thua. Po, sepse qeverisja është një gjë tjetër, sundimi është një gjë tjetër. Që do të thotë? Kur të votoj në një demokraci, po të ishe demokraci kjo jona, se kjo s'është, ka marrë rrugë të autoritet. Nuk është se ka qenë në indicën. Asnjëherë s'ka qenë tamam, po me këtë formë, ku e ka pru, ky nuk ka qenë, me thënë drejt. Kjo është e gjitha derivati marrëveshjes 2008-ës, me thënë drejtë, që i dha dhe mjetet ligjore, tyre dy personave të apru Shqipërinë tu. Po gjithsesi këtë egzagerim që ka bërë ky, se ka bërë njëri tjetër. As Berishë. Për te kritikave që ka mund mos kundërshtit për Berishë, gjithsesi nuk e pati pru qeverisë në këtë lloj niveli, me thënë drejtë. Tashi, çfarë ka bërë kë në një farë mënyrë? Jo vetëm që ka okupu gjithë institucionet. Mjeti për shembull një qoftë dhe nga ana formale. Ka okupuar thua gjithë institucionet. Komplet, gjithë institucionet. Sepse në fakt ti kur mandatohesh për qeverisë. Dhe qeverisja ka drejt, si me thënë, vej regullat e veta, ministrat, marrin vendimet, bëj tendra të gjithë to regulore pjesën administrative. Por qeverisja nuk mund të okupoj institucionet që janë derivati parlamentit, se ne jemi republikë parlamentare. Më gjej një end regulator, duke fillu nga kjo që merret me ju, televizione, ama, duke vazhdu ka jo tjetëra, duke marru ka institucioni që duhet ishe më i pavarur, Banka e Shqipërisë. Pra nuk ka qeverisur... Janë të asgjësume. Pra përgjigja e Zotit Dashi është, Edi Rama nuk e ka asgjësu, ky e ka sundu. Po si e ka sundu? Nëpërmjet me një republikë parlamentare, nëpërmjet deputetëve, partisë deputetëve. Unë them pyetja tjetër. Për një qeveria ngren dorën brenda këtij kuadri, Zoti Shej, 2 vete e kanë qeverisur, sunduar këtë vend. Ta themi mirë sunduar apo jo? Se e Fatosano ndonjë pak sa ndonjë. Pa i të vjetë ndëjti, po nga ato sa... Po ka gjatë në ndonjë dhe në fakt 2 njerëz se kanë sunduar, ta themi. Doktori dhe zotni i gjati, Edi Rama. Tani, nëse do të krahasonit qeverisin e Ramës me këtë të doktorit, cili si pasion që ka bërë më shumë të? Ky që e sot. Ky tani i fundit.